E gjetëm Vangjel. Kjo shprehje e bukur dhe shumë domethënëse që përdoret nga të gjithë ne, që nga fëmijët deri tek të rriturit, është nga filmi i bukur Për rrallë nga e kaluara, me regjitë të madhit Dimitër Anagnosti. E gjetëm Vangjel. E gjetëm Vangjel u bë virale menjëherë që në ditët e para të shfaqjes së këtij filmi dhe vazhdon të përdoret edhe sot. Por ne që e kemi parë këtë film, nuk mund të mos e përfytyrojmë artisten e teatrit dhe të kinematografisë, të madhen Hajrie Rondo me jastekun në duar. Hajria është një eksepcion në gjinin femërore të teatrit, si aktore. Më ka bërë shumë përshtypje dhe janë aktor të rrallë, për sa i përket teatrit shqiptar, që njohin psikologjinë e vendit të tyre në mënyrë të jashtëzakonshme. Është një nga artistet e rralla që është edhe aktore dyplanshme, me një botë shumë të gjerë shpirtërore. Aktor dyplansh unë quaj zakonisht ata aktorë që janë po aq të zotët në letërsinë dramatike, po edhe në letërsinë humoristike, komike, edhe Hajria i kishte këto cilësira. Hajrie Rondo ishte një aktor e madhe, duke bashkuar talentin që i kishte dhënë natyra me një punë kolosale, pasionale, e bën atë një personalitet të shquar artistik. Ajo ishte një aktore tipike dramatike, me një zë të fuqishëm, me botë të pasur shpirtërore dhe shpërthime emocionale. Hajria ka qenë pak nurësëze. Në përgjithësi, nuk ishte natyra e aktorëve të tjera, ishte shumë serioze në punë. I evitonte ajo këto shakat që shpesher aktorët i kanë qef, edhe gjatë provave edhe gjatë pushime, po ishte vërtet serioze. Kishte një vullnet të jashtëzakonshëm dhe për ta mbyllur, unë do të them një gjë, që Hajrie Rondon, unë mund ta quaja Kadri Roshin femër. Duhet të thënë pa asnjë lloj rezerve që Hajria në profesion ishte një nga ikonat e teatrit shqiptar, jo vetëm në rangun provincial, do më thënë të rrethit Vjerit, por në rang kombëtar Hajria të nderonte si aktore. Ajo ishte një aktore e jashtëzakonshme, një artiste shumë ngjyrshe, dhe kur them shumë ngjyrshe, kam parasysh jo vetëm në pozicionin e regjizores, por edhe si spektatore, tek shikon aq shumë filma të luajtur për saj, që kanë kaq shumë larmi në karakterin e tyre, ashtu edhe në teatr. Është një aktore me diapazon të jashtëzakonshëm, edhe kur them diapazon të jashtëzakonshëm, ishte një njohëse shumë e mirë e mjeshtrisë së aktorit, një profesioniste e jashtëzakonshme, një njerëz që e dashuronte këtë profesion, edhe kishte një lloj disipline dhe një lloj respekti ndaj punës së saj, dhe kjo gjë reflektoi absolutisht edhe tek neve. Ndaj them që ka qenë një fat i jashtëzakonshëm për mua të punoj me Hajrie Rondon, të cilën e kam parë, siç thash më lart, që kishte një dimension të jashtëzakonshëm si aktore, absolutisht, por edhe si grua, ishte një grua fisnike, një nënë e jashtëzakonshme. Hajria Vajza Delvinjote lindi në datën 1 mars të vitit 1951 në familjen Vejzi. Në këtë qytet,
Ajo mori dhe edukimin bazë. Baba i Veipi me genin e tij fisnor dhe nëna Nevro që i këndoi dhe i mëkoi këngët e vjetra të folkut krahinor. Ndikuan dhe krijuan tek vajza e vogël një ndjenjë të thellë dramatike dhe një humor fin. Në gjimnazin 10 Korriku, ajo shkëlqeu në shumë drejtime. Ajo kërcente, këndonte, recitonte, prezantonte, madje ajo shkëlqente edhe në sport. Vet Hajria e kujton me një poezi familjen e saj. Qyteti im, i vogël dhe i madh, ku tritës i thash mirëmëngjes kur kam lindur. Familja ime, s'kish kupla e kompjutera, as hapësira shtëpie me plot dritë, as roba firmato e Adidas, në tymin e llampës mësoja poezit, në çantën prej robe të qepur nga nëna, s'baja qimshalize hamburger, por penën prej shtoku e librese me dhjeta, edhe pse shumë herë nisesha pa bukë. Lodrat e mia ishin këngët e vallet, qarqafët e shtëpis bëm si parë, nën pemën e mënit bëu teatër fëmijësh, nën hijen e mënit preka ëndrën e parë. Në vitin 1969, në qytetin e Sarandës, zhvillohet konkurimi për në shkollën e lartë të arteve dhe ajo shkon e bindur në fitore midis 20 konkurrentëve. Ashtu si konkurimi ishte i suksesshëm dhe shkollimi i saj në degën e dramës ishte po aq i suksesshëm, por jo vetëm kaq. Fati vazhdon të jetë me të. Nga shumë artistë shqiptar, idhuj të aktores së ardhshme, dy prej tyre, artistët Drita Agolli dhe Birçe Hasko, ishin tashmë edhe pedagogët e saj. Dhe vjen një ditë që këtë idhull e ke edhe koleg, madje edhe mund të kërcesh me të. Harien e kam të ngulitur në kujtesën time që kur unë fillova karrierën time si pedagog. Dhe fillimi im përkon me këtë kurs, pra me kursin e Hajries. Që në fillim, kjo zonjë sotme, e paraqiti veten si një vajzë që qeshte pak dhe që punonte shumë. Dhe këtë cilësi, aq të nevojshme për një aktor, e tregoi që kur ishte studente dhe më vonë, në shumëllojshmërinë e roleve ku na tregoi të tërve se ishte dhe është një aktore e shkëlqyer karakteresh. Pas mbarimit të studimeve, shpejt, shumë shpejt, ëndrat e saj do të fillonin të bëheshin realitet. Një jetë krejt e re e priste përpara, një punë në atë profesion që ajo gjithmonë e kishte ndërruar dhe investuar, në një teatr po aq të ri sa dhe vetë aktorët e tij. Shkallët e këtij teatri të bukur, të ndërtuar në qendër të qytetit të Fierit, e tërhiqnin si me magnet aktoren e re. Por magjia e vërtet ndodhte kur ajo ngjitej në skenën e tij. Përballje me atë sallë të madhe dhe me spektatorin e mrekullueshëm dhe të zgjedhur të këtij qyteti, plotësohej cikli i kësaj dashurie, tashmë të bërë realitet. Si çdo student i shkollës së arteve, mbrojtja e diplomës nuk është vetëm ana teorike, por finalizimi i viteve të shkollës me rolin e parë në një dramë apo komedi. Dhe roli i parë i Hajries përkon në vitin 1972, kur ajo ishte vetëm 21 vjeçe në dramën Heronjtë e Linasit të Sulejman Pitarkës. Kishte rolin e gruas të njërit prej dy heronjve që u sakrifikuan në puset e naftës me regji të Leonard Poros. Dhe ishte pikërisht regjizori i kësaj shfaqje që pa shkëndijat e para të aktores së ardhshme dhe parashikoi jetën e gjatë artistike të aktores së re.
Një fjalë e popullit ton thot, kur të vinë të mirat, hapi derën. Jeta artistike shkonte fjoll. Vajza Delvinjote po shkëlqente në skenën e këtij teatri të ri, ku nuk mund të shpëtonte syve të djemve të qytetit të Fierit. Por Hajria, prej kohësh kishte zgjedhur një djalë që punonte dhe jetonte, po në këtë qytet, i ardhur nga bregu i bukur shqiptar, nga Himara. Ky djalë që binte në sy jo vetëm nga gjatësia e tij, por edhe nga bukuria, do të bëhej shumë shpejt bashkëudhëtari dhe mbështetësi kryesor i saj. Ditën që ata i premtuan njëri tjetrit dashuri të përjetshme, ajo i tha: Kiço, ti, Klea dhe Arti jeni gjëja më e shtrenjtë për mua dhe unë do t'u jap besnikëri gjithë jetën time. Dhe kështu vazhdoi derisa ajo u fshua. Domethënë fëmijët, familja dhe Arti për të ishin gjëja më e shtrenjtë jetën e saj. Ajo nuk u kursye asnjëherë. 2 vite më vonë, në vitin 1974, vjen në jetë dhe fëmia i saj i parë. Një krijesë e vogël, me buzët si trëndafil dhe syçka të zeza. Kjo është ajo qenie e vogël, e bukur, që i ndryshoi plotësisht të rrjedhën e jetës. Dashuria e madhe për burrin, Klean e vogël, dhe Artin, bënin që ajo të mos e ndjente mbi lodhjen, por të vazhdonte të punonte me dashuri dhe pasion të madh. Shfaqjet dhe rolet ndër vite ndiqnin njëra tjetrën, që nga rolet protagoniste deri në ato episodike, që Hajria nuk u thoshte kurrjo, madje as në estradën e këtij qyteti. Arsyeja ishte e thjeshtë. Ajo dinte si ta qëndiste me talentin e saj edhe një rol të vogël episodik. Ka qenë një koncept jo i mirë në atë kohë për teatrin dhe estradën. Se flitesh të mbaroj Institutin e Lartë të Arteve dhe të punoj në estradë është përçmim për mua si artist. Kjo ishte një koncept jo i mirë i artistëve. Hajria nuk e kishte këtë ndjesi. Ajo i është nështruar punës qoftë në estradë, qoftë në teatr, apo qoftë edhe në kinematografi. Rolet filluan të vinin njëri pas tjetrit, shpesh edhe 2 drama brenda vitit. Ekipi i aktorëve të talentuar dhe i regjisorëve të këtij qyteti nuk lodheshin me punën e tyre. Përkundrazi, çdo ditë më shumë dashuroheshin me profesionin e bukur që kishin zgjedhur. Aktorët dhe regjisorët, të gjithë së bashku, do ta bënin këtë teatr shumë të njohur dhe të dashur në të gjithë Shqipërinë. Teatri i Bylisit në përbërjen e tij kishte vetëm aktorë të rinj në moshë. Ata të gjithë, midis tyre dhe aktoria e sapo emëruar Hajrie Rondo, shpesh u duhej të hidhnin pudër të bardhë mbi flok për t'u përshtatur personazheve të tyre në moshë të thyer. Ishin vetëm ato pak thinja që i mungonin moshës së saj të re, se shpirti i saj artistik hynte në lëkurën e çdo lloj moshe. Sa për të tjerat, o Perëndi, jo do të më vinte zoti thosh atu, po shikoni me ta sy ato kofshët e vajzave që shkonin me bicikletë. Që në fillimet e jetës së saj artistike, ajo realizoi karaktere të grave të forta, qëndrestare, disi të ashpra e krenare, me ndjenja të thella deri tek tragjiket. Hajria, çdo duar trokitje të spektatorit ardashës, e quante një dhurat, një çmim të dhuruar nga ata. Në vitin 1976, vjen një nga pikat kulminante. Jo vetëm për trupën e teatrit e cila nderohet me çmimin e dytë në Festivalin e Teatrove Profesionist, me dramën Gjëmimi ati dimrit të Teodor Laços dhe regji të Dimitër Peçanit, por edhe për aktoren ton. Ky rol i bukur, i një nëne, i një plake plot forcë dhe ndjenjë, një nëne me shpërthimet dhe me dashurinë e saj, i dhuroi aktores dhe çmimin e veçantë, çmimin e saj të parë nga një juri artistike në konkurimin e teatrove. Unë do e kujtoj Hajrien në disa pjesë të veçanta, sidomos në vitin 76 në Gjëmimi ati dimrit. Hajria lose një rol me të cilin ajo mori çmim. Unë kisha një skenë të veçantë me
Ruzën, një skene cila me qenë se personazhi im ishte shumë mikroborgjes ajo nuk e duronte dot. Edhe u mundohi më shpërshfaqte gjithë pjesën e brendshme të personazhit tim. Juria e pa Ruzën si një personazh jo vetëm skenik të realizuar, por edhe patriotik. Edhe për rrethanat e atij vendi i cili e shikonte njerëzit me shumë sy në këtë fushë, tamam në fushën e patriotizmit. Kritiku i nderuar Adriatik Kallulli është e shprehur në atë kohë se ky është një nga rolet që do të hyjë në fondin e artë të teatrit. Dhe ja ku vjen sërish një vit shumë i lumtur për aktoren ton. Viti 1978. Ajo bëhet sërish nën. Vjen në jetë fëmia i dytë, djali, Kliti i vogël, dobësia e përjetshme e Hajrijes. Lumturisë së madhe të plotësimit të familjes së tyre i shtohen një kohësisht dhe punët dhe angazhimet në teatr e kinematografi. Si të gjithë fëmijët e shumë artistëve, edhe fëmijët e saj, rriten me sakrifica të mëdha, sidomos për këtë çift të rinj. Edhe unë si pjesës e jetës artistike të Hajrijes, kam pasur nderin e madh që kam debutuar me Hajrijen. Dua të vë në dukje edhe vlerat e Kiço Rondos, sepse i thon një llafi të vjetër e di Xhajani që ka trasa brenda. Kiçua e di se çka hequr këto 35 vjet me Hajrijen gjithmonë për të mirë. Sepse Hajrija ikte orar e pa orar. Ata fëmijët i merreshin kuris Kiços. Pa leki mund të thuash që Hajrija me sakrificën e saj i ka rritur edhe në për autobusat që shkonin në turnera. Ata fëmijë. Prandaj, jeta artistike e Hajrijes i dedikohet një pjesë shumë të mirë, të madhe edhe Kiços. Ne ndjenim shumë mungesën e mamit, shumë, jashtëzakonisht. Dhe ajo kur kthej e malluar dhe me ato dhuratat e vogla që mundohej të gjente në për turne, që të vinte të na kënaqte, të na zvendësonte atë dashuri që na kishte munguar. Po njëkohësisht babi ynë ishte dhe trajner volejbolli dhe i duhej të shkonte dhe ai me sportin, të shkonte në për qytetet e tjera me ndeshje. Kështu që kur kishim mamin, nuk ishim babin, ndjenim dhe mungesën e tij. Dhe me shumë sakrifica ata të dy mundoheshin me aq sa kohë kishin, me aq mundësi të tyre të ishin në dispozicion me dashurinë e tyre që ishte e pafund. Kiçua, ai ka qenë bashkëthari im në profesionin tim. Me të kam darë sakrificat e profesionit, kam darë hallet, brengat, sa herë vje shqetësuar, me shqetësimet e profesionit, të rolit, të figurës, e lodhur. Zdinim si të ndanim kohën, se si do të ndanim kush do t'i mbante fëmijët. Një pjesë të fëmijë u ka munguar fëmijëve, i ka munguar unë, i ka munguar ai me sportin, trajner, në fundjava të ikte në qytete të ndryshme, unë me turnet, ekspedita të gjata, të filmit, të turneve. Kështu. Nuk kaloi shumë kohë, e ja ku erdhi dhe oferta e parë nga regjizori i madh Dhimitër Anagnosti me një prodhim të vitit 1980 të Kinostudios Shqipëria Sot. Ngjarjet e filmit Vëllezër e Shok zhvillohen në vitin 1941 gjatë luftës së dytë botërore. Lere vajzën! Lere vajzën, lero! Pushti duqes! Lere more vajzën të thonë! Je dy hajdut! Pushtat e duqes o pushtat e duqes! Ju këtë mbase nuk e ndjeni, po ne u shkatruan plotësisht. Bert Minga, regjizori i televizionit shqiptar në vitin 1981, i beson
rolin e Xifes në filmin Agimet e Stinës së Madhe. Mirë se erdhët, Ismail Bey. Mirë se djeta dhe mirë Arvana. 1982. Vjen filmi simbol i të gjithë shqiptarëve kudo që janë. Filmi simbol i ditës së madhe për shqiptarët dhe shqiptarinë, Dita e Pavarësisë, nëntori i 2, me regji të madhit Viktor Gjika. Roli i Limes, gruas së Lym Kepit, i asaj gruaje shqiptare të malluar për burrin e saj, por mbështetëse e tij për kauzën e madhe që luftohej në atë kohë. Një grua sa e ndjeshme, aq edhe e fortë si shumë gra shqiptare. Ke pusi nuk të njofta fare. Kishe veshur dhe thronga. Edhe të zani se si e kishe. Kurse ti nuk e në nëshu fare. Pije, krushke! Do t'ja fuqi e do të ngrihesh në kemp! Vitet kalojnë. Rolet e saj në teatrin Bylis të Fierit vazhdojnë krah atyre të kinematografisë. Dukrisma në Paris, një dramë e Pëllum Kullës dhe Sherimitës, tashmë kishte bërë turneun e saj në të gjithë skenat e vendit. Regjisori Pëllum Kulla i kishte besuar rolin e nënës. E gjithë puna është mos e lëm që gjyqi ta ngarkoj me faj. Vitin 1983, regjisorit Muharrem Feyzo, në filmin Portret mbi figurën e patriotit Avni Rustemi, i duhej një nën e dashur, e fortë, një nën e dhimbësur, pra një nën shqiptare, dhe Hajria e plotësonte më së miri këtë rol. Pasi të njëjtën ndjenjë, ajo i kishte prekur edhe tek dramat në teatr. Ata arritën ta njohin zemrën tënde. Në zemër fshihen shumë gjëra. Ja, e dëgjonë në zemrën tënde. Gjithë një larg birë. Gjithë një larg. Petr! Shkanqa! Ky është një nga momentet e filmit Kush vdes në këmbë, ku regjisori Vladimir Prifti dhe aktorja realizuan me këmbgulje disa dubla derisa arritën dhe u kënaqën me punën e tyre. Ky është një film historik mbi jetën e rilindasit të madh Petronini Luarasi. Regjisori vetë është të shprehur se Hajria është një aktore emocionale, që jo vetëm di të kap emocionin, por di edhe ta përcjell bukur atë. I njëjti vit, 1984, sjell sërish një rol të bukur për aktoren Hajrie. Drama Balada e një gruaje, e shkrimtarit ton të madh Dritoroa Gollit, vihet në skenë nga regjisori i madh Pëllum Kulla, ku Hajria realizon figurën e një gruaje plot dinjitet e moral. Një grua e cila mbart në vetvete një ndjenjë të madhe dashurie dhe respekti për ish bashkëshortin e saj. Një rol që mbeti gjatë në kujtesën e publikut Ardashës Fierak. Viti 1987, regjisori Esat Ibro i beson rolin e Donika Sarës, një drejtoresh në një ndërmarrje të rëndësishme që duhet të zgjedhë midis jetës së saj shoqërore dhe detyrës si grua. Ja, jemi tani të gjithë si një vit më parë. Si një vit më parë. Vetëm se tani e njohim mirë njëri tjetrin. Dëgjone im, nëse e more rrugën të më bindesh, të kemi të njëjtën gjuhë në ballafaqim. E munduar kot. Unë do të flas të vërtetën. Edhe ti duhet të flasësh. Dhe të përgjigjesh për të gjitha sa ka ndodhur. Mirupafshim. 1988, pesha e kohës e regjisorit Rikard Ljarja.
Ngjarjet e filmit zhvillohen në një fshat rreth viteve 80. Kryetari është në prag pensioni dhe dëshiron që zëvendësin e tij ta zgjedh vetë dhe i mbështetur nga përkrasit e tij. E po mos u mërzit kaq o kryetar? Po do ta bëjmë një gjëne? Çka ke ti, pse mërzitesh? To din Tiranës, në mos sot nesër. Po e gjej menën, e heqim qafe. E s'ka nevojë për to dinaj. Ta bëj një proçk. Sri dot. Të ta evansi më jep defletor aritmetike. S'ka. Hajria dinte të jepte jetë edhe roleve të dorës së dytë. I tillë ishte edhe roli i Viktorinës në dramën e Artur Millerit, Kush e vrau Kastilin. Po me qenë se nuk e kisha tretur mirë ushqimin që kishte gatuar Viktorina. Mirë, më thuaj, që kisha gatuar atëna? Po një darkë pak si të rënd për stomakun tim. Sepse i gultisnit ushqimit pa e mllaqitur fare, që kisha gatuar? Një këndez. Po ti, mone, s'ke ndryshuar fare, gjithë një lopës. Një karakter i përkryer, i një shërbëtoreje që me çdo dalje të saj në skenë thyente atmosferën e ngrirë brenda konfliktit të fortë të kësaj drame, të vënë në skenë nga regjizori i madh Gëzim Kame. Hajria tek Kush e vrau Kastilin në rolin e saj të servitores që ishe në atë familje, ka një moment që fyet nga padroni i veç, për mënyra se si ajo reagon është tipike shqiptare. Po të shikosh me vëmendje, ka ca pastirma, do të thoj, s'ka lidhje me francezët kjo gjë, po që është kuptim plotë, është e besueshme. Dhe spektatori këtë gjë, do të thonë, e thith me njerë dhe ndjen veten e vetë në këtë. Kur në Gjermanët, zoti Pikar eri të kërkoj në kuzhinë. Po, edhe ju refuzuat? Po, për shkak të romantizmës time. Ai më tha që të shkoja me të dhe të fshihesha në cisterën, po unë një grua në këtë moshë, edhe ti më le aty me mancën pra ngjujme, mana? Atë kafshu fillua ata për këdheli dhe bepas, dëgjova të shtëna në park. Në park. Atëherë desha të vi për të parë se ç'po ndoste këtu. Me të arritur pas derës dëgjova një zhurmë, një si muzikë. Edhe shtanga në vend me mancën që m'ja ullinte. Pa prit mos më zuri frika dhe nxitova përsëri të fshihesha në cisterë. Ja ku vjen sërish një rol kryesor për aktoren ton. Shtrigat e Salemit. Një dram me regji të regjisorit Roland Çarka. Roli e Elisabetës. Ishte roli i një gruaje të tradhtuar, por me parime shumë të forta, e cila përballet me një luftë absurde të një vajze të re, ishte dashurën e bashkëshortit të saj. Ishte një rol i fortë, një rol me dinjitet, dhe me një plan të dytë mjaft domethënës e shumë drithërues. Çfarë si ka t'ju falur? A do t'ju falit ju vetë vetes? Gjithçka duhet të shillohet në shpirtin tuaj. Ju duhet jeni sigur se si do që të bëni do të veproni si njeri ndershëm. Edhe unë kam lexuar në zemrën time gjatë këtyre 3 muajve. Edhe unë kam mëkatet e mia. Tjeret e një vajze dinak dhe lozonjare do të kishin tunduar një burë si ju, po të mos kishte më parë ftohtësi e gruas suaj. Është më mirë që të më njihni. Dijeni gjonë, më përmend mëkatet e mia mbi vete. Jo, unë mos. Jo, të mirë. Ajo ishte një nga aktoret e mia më të preferuara dhe pjesëtare në të gjitha shfaqjet që u vura në skenë në teatrin Bylis të Fierit. Dhe në shumë raste në rolin kryesor. Do të veçoja këtu rolin e Elisabeth Proktorit në dramën Shtrigat e Salemit të Artur Millerit. Ishte një krijim shumë i arir i saj dhe mund të them me bindje të plot se ishte një nga kulmet e arritjeve të saj të artit skenik. Gjithashtu, ajo ka marrë pjesë në shumë pjesë të mia të vëna në skenë, siç ishin Dashurime nga Tresa, Njeriu që humbi emrin, Njeriu është njeri, i Gjori Piero. Në komedin Zotria që tratoi gruan, ajo krijoi një çift simpatik me aktorin e shquar të humorit Roland Trebiskën. Së fundi, unë do të nënvizoja rolin e nënës në pjesën e shkrimtarit të shquar arbëresh Giuseppe Schiro Di Maggio. Dashurime fantazme që është pjesa. Ajo spikati në këtë rol shumë kompleks. Ishte një realizim i përkryer i saj. 1987, shtresat e tortës të profesionit të saj, Hajria i kishte shtruar me kujdesin më të madh ndër vite.
vite të tëra pune të palodhur, plot dashuri dhe vetmohim. Por kësaj torte të bukur, i mungonte vetëm qershia mbi të cilën fati nuk ja vonoi as pak. Nuk dua të martohem. Ja brenda se do të vres. Po mi të vdes. O martojmë djalin, o që nesër do dalësh në harë. Në harë, unë? Po, ti. Do vendohem. Nuk e që mendohesh, ja, sonde vendosim, nesër shpallin fejesen. Dalje, s'kemi nuse. E kam gjetur. Të urtë e punëtore, fiton e Kosmajit. Ja ku vjen një kryer rol në një nga filmat më të arrirë dhe më të bukur të kinematografisë shqiptare, Përrall nga e kaluara, e një prej mjeshtrave të kinemas, Dimitër Anagnosti. Roli i Tanës, i një gruaje të jugut të Shqipërisë me të gjithë nuancat e saj, shënon dhe një nga pikat kulminante të karrierës së Hajries. Ky është një rol i gdhëndur me shumë dashuri dhe mjeshtri nga vetë aktoria dhe regjisori dhe do të mbetet gjatë në memorien e të gjithë ardashësve shqiptar. Te Përrall nga e kaluara, se çfarë labeje shqiptare luan ajo vetëm me pasthirmat e saj. Domethënë, më ka bërë shumë përshtypje pikërisht ky element tek ajo aktore që e njihte vërtet psikologjinë e femrës shqiptare në mënyrë të përsosur. Ato lëvizjet e saj, ato klithmat e saj ishin tipike shqiptare, nuk i ka asnjë kom tjetër. Hapu dhe të futemi. Shëndra, unë to, shëndra. Do je marigon ti, vetë marigon asnjë tjetër, tani e mora vesh unë. Të gjo këtu. Kur për Oj, zeo, Dian. Të gjo. Hapu dhe, të të mrazvetesh. Nuk duhet këtu, si do dalim sy të botës, do të botë ta moresh, do të botë. Moj grua, jek. Mos të rruaj nuk. Moj gojën, lëpat. Moj bete më sis. Të merë, njerëzis. Por të paç kur kërko të shatë, sot që moj zagare. Do tu që moj, ikë moj pish për dretër, pish. Ja rash një herë. Ikë moj vjetaraki. A më shullë në që? Në marrëdhënie me një regjisor të shkëlqyer që kemi në filmin shqiptar si Dimitër Anagnosti, i cili është një observues i jashtëzakonshëm i jetës shqiptare. Ajo marrëdhënia regji-aktor Hajrie me Dimitrin është e jashtëzakonshme në kultivimin asaj figure që ka bërë tek Përrall nga e kaluara. Nuk bëhet kollaj, është shumë vështirë. Është një mjeshtër regjisor me një mjeshtër aktore që arrin ato nivele. Ishte një ëndër që ta bëja atë rol edhe sikur ma hodhi Zoti nga lart më tha merre, se t'ja të erdhi. E bëra. Nuk e kisha shumë të vështirë, sigurisht Anagnosti i shkollë edhe i shfat si të punosh me të është autoritet. Punova me shumë dashuri dhe shijova shumë. Ndërsa regjizori i madh Anagnosti është shprehur, Hajria është një aktore me diapazon të gjerë. Për të ishte një rast fatlum, ku të dhënat e talentit natyror aktoresk u puqën shumë mirë me karakterin që interpreton. Vitin 1995 shënon dhe fillimin e disa bashkëpunimeve me regjisorin Arjan Çuliqi, si Gjithfajin e Kaparaja, duke pasuar me Dashuri dhe Krisma, Borxhliu e të tjera. Tullaci s'ka paguar. Tani që kemi pare me thesë, mund të kërkojmë dhe vajzën e ministrit. Të shëndetësisë? Sigurisht për nazanatin. Tani, ky po ju dorëzohet? Ju nuk e pranoni. Çudi? E pa nuk e bëj dot më zonjë se duhet urdhër nga lart. Na i bëj këtë derë të lutem. Ato të është problem, edhe joe. Ju doni të rregulloni punën tuaj dhe të më prishin punë mua, ha? Hyrni më. Por, Hajria ishte dhe një aktore që dinte të mbështeste brezin e ri, t'i përkrahte në punën e tyre, t'u gjendej kolegëve edhe në ditë jo të mira. Një ofja ime është e hershme që nga që kur mbarova shkollën edhe u atashova këtu si aktor. Më kam mbështetur vazhdimisht edhe lart një qiell aty ku është unë ja di për faleminderit. Por natyrisht jo vetëm mua, ajo kishte përshtypjen jashtëzakonisht mirë edhe me aktorët e tjerë, domethënë
qofshin vajza apo djemi ndihmonte jashtëmase. Kur unë humba nënën time të mirë dhe të nderuar, ajo periudhë ishte një çik kaotike në atë kohë, telefonat mungonin, komunikacioni ishte një çik i vështirë dhe atë ditë ishte fundjavë dhe miqtë e shokëne nuk arritëm t'i lajmëronin. Kur Ajria u shfaq në derë, me një tufë me lule, unë u mbulova nga emocionet dhe nuk harria të kristalizoja mendimet e mia, t'i shpreja në fjalë, të shpreja të çfarë ndjeja kur e pash Ajrien të hynte në derën e shtëpisë. Ajo më tha që e lexova emrin e mamas tënde tek tabela e njoftimeve dhe erdha me njëherë. Unë e emocionuar e përqafova, ajo më zgjati një tufë të vogël me lulesh që kishte gjetur 2 zymbylla dhe disa manushaqe, që unë edhe sot e kësaj dite nuk e di se ku i kishte gjetur Ajria ato në mes të dimrit. Shumë punë djers me regjisor të ndryshëm në të gjithë vendin. Por si ishte të punoje me këtë aktore tashmë të realizuar? Ajo një marrëdhënie me regjisorin ishte, domethënë kishte një marrëdhënie të jashtëzakonshme, nxënës me mësuesin. Derisa vinte pjekuria që kërkonte ajo në rol, dhe pasaj ajo të kalonte regjinë dhe të gjitha. Është një artiste që film mbas pushimeve që bëjmë ato gjysmore shtit nga seanca seancë, që ulenin pim kafe, vazhdon prapë muhabeti, vazhdon biseda për punën dhe ajo si pak janë, domethënë që është aktive edhe jashtë provave për të zhbiruar idenë e regjisorit, për ta çuar deri në fund dhe për ta asimiluar tek vetja. Ka bërë shumë përshtypje Ajria në këtë drejtim. Nëse regjisori i jep një ide, një mendim mbi figurën e saj, ajo e fut në veten e saj dhe atë ta kthe me një plus tjetër. Kështu që ky bashkëveprim plus pas plusi me njëri tjetrin bën që aktorët që janë të saj natyre të jenë të vërtetë, të jenë me vlerë krijuese dhe të jenë të, si më thënë, ta meritojnë totalisht emrin artist. Ajria ka qenë një aktore karaktere e shkëlqyeshme. Ajria ka qenë aktore i ka pas një veti. Ka qenë shumë këmbgulse, shumë punëtore. Megjithatë kjo është veti e gjithë njerëzve që janë talentuar. Madje në këtë vështrim, në këtë rrugë, unë mendoj se Ajria ka pak njerëz që i ngjasin. Flas gjithmonë për vullnetin, por edhe për interpretimin realist saj, për punën këmbgulse. Ajria kishte një intuit jashtëzakonisht të thellë për të kapur thelbin e personazhit në skenë. Mjafton të jep një detaj Ajrijes, një detaj dhe ajo të ta zmadhonte, të ta bante pasaj të tillë që ti të thoje, më për ç'është kjo? Ku i qenë gjithë këtë? Se edhe forcë krijuese. Nuk është vetëm thjesht forcë emocionale, po forcë krijuese njëherë. Se duhet fantazi e madhe për të vajtur këtë personazhi. Tek njerëzit që janë realisht profesionist nuk ekziston pompoziteti. Dhe këtë gjë e kam mësuar nga Ajria dhe nga të gjithë kollozët e artit shqiptar. Ndaj mendoj që Ajria Rondo është leksion shumë i mirë për profesionin tonë. Kam bërë një shfaqje bashkë me shokët, Qopo Rapushi me shok. Unë partneren kisha Ajrien, po ajo ishte një partnere shumë e ngrohtë dhe pati një rezultat shumë të mirë ai fragment i Qopo Rapushit dhe Trishka e Frontit. Në fillimet e mia, kur jepja mësim në Universitetin e Arteve, ne kishim bërë një provë me shfaqjen e Çajupit pas vdekjes edhe 14 vjeç zëndër, që ta sillnim në skenë në formën e komedisë artit. Ju thasht atyre të teatrit që do të doja që ta kem zonjën Ajrie Rondo, nuk njiheshim fare, e kam njohur vetëm për shkak të karrierës së saj. E dua ta kem diku në radhën e 2 ose të 3 të publikut. Dhe aktoria që e luan të Tanën në atë shfaqje ishte një vajzë e re plot aftësi improvizuese. Dhe ka qenë një shfaqje që do të mbahet gjatë në kujtesën jo vetëm time, por gjithë ansamblit atje. Do të thotë në një moment aktoria që e luan të Tanën në skenë e tha një batut
për tanën e filmit. Hajria reagoi nga publiku dhe pastaj u zhvillua një dialog shumë i bukur nga publiku me skenën, derisa të dyja u ngjitën edhe u takuan lart në skenë. Ka qenë shumë emocionuese edhe shumë domethënëse për sa i përket se çfarë mundet në profesion një njeri me përvojë t'i jap një njeriu të ri. Shumë nga ne, qofshin meshkuj po femër në teatr, menim shembull. Sepse Hajria ishte nga ato aktore që sot merrte tekstin, një tekst të ri të një drame, dhe të nesme kishte mësuar 60%. Ishte çuditë sepse ishte me fëmijë, familjare si gjithë tjerët. Kjo tregon dhe skrupulozitetin, pasionin që ajo kishte për punën. Bënte me pasion. Të gjithë shka që bënde në jetë, bënde me pasion. Isha fëmijë dhe çohesha ndonjëherë, zgjohesha natën dhe shikoja një dritë apo bazhurit e komodine e saj dhe ajo, babi ishte duke fjetur dhe ajo ishte me pjesën përpara, me lapsin që nënvizonte, që fliste, thoshte batutën, thoshte përshtatjet e batutës, domethënë punonte deri orët e vona, punonte në shtëpi, rinte, bënte punët, e shikoja stop, ndalonte në një moment, vinte duart në bele dhe përsëriste batutat, përsëriste pjesat e ndryshme, jo, nuk shkon kështu, thoshte, jo, po sikur kështu. E shikoja fliste me vete gjithë kohës në shtëpi. Ishte, domethënë, nga gjithë kolegët e saj që kam dëgjuar, edhe për para 3 vitesh kam pasur një eksperiencë me Muzaffer Ziflën në një pjesë teatri, thoshte, ajo ishte një kafsh pune. Pas duartrokitjeve ndër vite të spektatorit të saj të dashur, në vitin 1988, presidenti i Republikës, Recep Mejdani, i akordon urdhrin e artë Naim Frashëri. Në qershor të 2000-shit, Shoqata Kulturore Myzeqeja i akordon titullin Aktore e madhe e karrierës. Në vitin 2001 deri në 2004, ajo merr drejtimin e Teatrit Bylis, që me gjithë mungesat dhe largimet e regjisorëve të mirë apo aktorëve të talentuar, ajo mundohet ta mbajë gjallë jetën artistike të teatrit dhe të gjithë qytetit. Hajria Rondo kishte edhe cilësi të mira organizative. Ajo ishte organizuese e mirë e opinioneve në kolektiv dhe nuk ishte njeri me në një çmir të keq. Si të gjithë aktorët shqiptar, edhe Hajries i kishte mbetur peng një rol. Një monolog tepër i fortë, tepër i dhimbshëm dhe shumë prekës. Besoj se të gjithë e kuptuam që bëhet fjalë për plakën Nic te generali i ushtrisë së vdekur. Është pikërisht një ndër regjisorët në MNZ, Serafin Fanko, që i ofron Hajries këtë rol. Kishte bindur në Hajrie që Serafini është krenar që punon me ty. Kishte kohë që ndëronte një monodram. Ishte momenti të zotronte e vetë me skenën, të shpaloste tërë forcën e saj, dhe ku kishte më mirë se klithma e një nëne të marrë e Odise Plakut me regji të Met Xhelilit. Kjo punë voluminoze dhe përvoja e mbledhur ndër vite bën që në takimin e monodramave në Vlorë të vlerësohet me çmimin e parë. Dhe vjen një ditë e plotësohet mosha e pensionit, që vetë aktoria e quante një akt zyrtar e ligjor, që nuk të largon dot nga asnjëra prej dashurive të jetës. Fëmijët tashmë janë rritur, Kliti, djali, ose dobësia e Hajries, si shumë të rinj e ndërtoi jetën jashtë kufive të Shqipërisë. Ndërsa Klea e rritur më shumë prapa kuintave të skenës së teatrit, ku punonte nëna e saj, u dashurua kokë e këmbë me këtë profesion. Dhe vjen fati, e doj që nën e bi të ngjiten të dyja në skenë. Shfaqja e parë, Tartufi, vihet në teatrin e Fijerit dhe më pas komedia Salla e Banjave, vihet në skenë nga regjisorja Inis Gjoni. Çfarë më ka ngelur mua nga shfaqja është në mënyrë shumë të heshtur sytë e Hajries, e cila, po themi, kontrollonte dhe shikonte jo vetëm veten e vet për të realizuar rolin sa më mirë, por dhe mendjen e kishte tek Lea dhe krijonte një lloj atmosfere të jashtëzakonshme. Ishte një dyshe
Ti nuk e kuptoje që ishte nënë dhe bi, po themi gjatë procesit të punës, se cila bënde punën e saj, po profesionalizmi i Hajries, energjia e saj, jepte një pozitivitet jo vetëm Kleas, po edhe gjithë trupës, për të cilën ruaj kujtimet më të mrekullueshme nga të dy. Syri kritik më i ashpër ka qenë i saj se sa i regjizores. Më thënë, unë kompleksohesha më shumë nga ajo se sa çfarë do më thoshte regjizoria. Sepse ajo në çdo moment më ndiqte dhe më thoshte, jo, asnjëherë nuk ta bënte qefin. Këtu nuk ishe mirë, këtu duhet të ndryshosh këtë, këtu duhet të jesh më ndryshe. Domethënë ka qenë gjithmonë një sy kritik. Dhe ishte shumë e vështirë, por në qoftë se ti arije të realizoje figurën tënde, ajo të jepte gjithë dashurinë dhe gjithë komplimentat e mundshme. Në vitin 2000, në komedin Zi e Mëzi, kishte rolin e zonjës Gal, dhe talenti i saj nuk shpëton pa u vënë re edhe nga regjisorët e huaj. Ishim duke interesuar për të bërë një shfaqje të përbashkët Teatri Bylis me Teatrin Diakrono të Athinës, me teatr grek. Dhe do vinim Lisistratën e Aristofan. Regjizoria e trupës Grekja erdhi për të parë kastimun e aktorëve tek neve dhe në Fier, domethënë ne qelloj që ishim me shfaqjen në Tiranë, në Teatr Kombëtar dhe erdhi në Tiranë. Ndoqi shfaqjen. Kur ka mbaruar shfaqja, jemi ulur, unë dhe 2-3 aktorë të tjerë, jemi ulur në një lokal aty pranë teatrit dhe më pyet, ajo zonja, tha, aktoria që luante këto personazhe, më tha mua, tha, si quhet? I thashun Hajria Rondo. Ishte stof, më tha mua. Greqisht, sigurisht. Tha, do ta kisha për nder, tha, ta kisha aktore tek Eskili, në veprat e Eskilit. Këtë lloj aktore. Ne përmendëm dhe numëruam vetëm disa nga rolet e saj në teatr dhe në kinematografi, sepse po t'i numëronim apo po t'i citonim të gjithë, rreth 120 role në teatr dhe 40 në kinematografi, do të na duhej një natë gjatë dimri. Qyteti i saj lindjes Delvina, aty ku kishte thurur ëndrat e para. Në vitin 2008 e vlerëson me titullin Qytetare nderi e Delvinës. Unë ndjem sot e përkëdhelur, kanakare si themin e këte nga Delvina. Ndjem e nderuar, shumë e nderuar. Dhe këtë titull nuk e ndroj me asnjë titull tjetër dhe nuk ka titull tjetër dhe çmim më të vyer se ky, që ma dha populli i Delvinës. Në vitin 2011, asaj i akordohet titulli i nderit të qarkut të Fierit, por në ditët e bukura me diell dhe plot shkëlqim, vjen një lajm tepër i hidhur për aktoren ton. Ajo diagnostikohet me një sëmundje të pashërueshme. Por ajo lufton fort për të mposhtur këtë dreq sëmundje. Nuk pranon të dorëzohet as vetë Hajria, por as kolegët e saj. I them Hajria ka ardhur një regjisor nga Tirana, ka ardhur miku im Lega Bungi, thashë do të bëj një dramë këtu në Fier. Është një komedi legjero, e lehtë kështu, komedi amerikane, me shqiptarë që lozin në Amerikë. As ti ta tjetë dita që unë jam tërhequr dhe s'mundem dot. Jo, i thashun, ti je goxha mirë, doja t'i bëja qenë, sepse kishte intermezzo midis sëmundjes, ndonjëherë bësh mirë, ikni në rrudha, ti dilte floku dhe bësh goxha mirë. Të jepte shpresë që do të rronte, edhe më gjatë. Edhe i them do vish, do ta bësh për mua, mirë për ty do vita. Kanë lënë të zion, kanë lënë. Se ka të vogël e kanë këta shejtanë. A morë vurti se nuk me dhe shqip. Ajo ka patur sukses në këtë rol, si kurse dhe shfaqja ishte e suksesshme, po them në modeste, nuk është në një bum, nuk ishte në një çudi, po është një shfaqje e këndshme, e ndërtuar me baza profesionale, ku një nga personazhet kryesorë, siç ishte Hajria në rolin e kryesor të spektaklit, ishte me interes. Por Hajria nuk mjaftohet me kaq. Përsëri, edhe njëherë ngjitet në skenën e qytetit, ku punoi gjithë jetën e saj. Edhe njëherë rrëmben duartrokitjet e publikut dhe të artëdashësve fierak me një rol tek drama Buka. Por në luftën e saj të gjatë dhe të paepur me sëmundjen, ju shtua edhe Tirana e bukur, ku ajo vazhdonte dhe merrte mjekimin. Nuk e kishte menduar kurrë
se rrugës shtëpi-spital do t'i shtohej edhe një rrugë tjetër plot jetë. Një ftesë e papritur nga drejtoresha e qendrës kulturore Jonida Beqa dhe regjizore së talentuar Sonila Kapidani. Zotëre, faljani për hatrin tim. Po ju njoftoj zyrtarisht se vajzën tuaj e kërkon për djalin e tij një ministër. Përgjigja e aktores Hajrie Rondo në atë shfaqje ishte më shumë se dashuri. Kishte një impakt që ishte më i madh se profesioni. Për shkak se ajo ishte duke luftuar në një pikë të jetës vetë një luftë shumë të madhe, një njeri me fuqi të madhe dhe zemër të madhe që thoshte duhet luftuar deri në pikën e fundit. Dhe mendoj që ishte një model shumë frymëzues për të gjithë ne. Një pjesë e mirë e kastit të aktorëve nuk e dinin që ajo zgjohej në mëngjes, shkonte në spital, kryente në spital ato nevojat mjekësore, që nuk janë të kollajta, dhe vinte në teatr sikur kishte ardhur nga shtëpia, merrte kafe në mëngjesit, thoshte dua atë momentin tim të përqendrimit dhe pastaj do të futem në prova. Për mua ka qenë një frymëzim i jashtëzakonshëm. Një ditë pas shfaqjes Tre Vëndurët, në 21 tetor të 2016-s, Kryebashkiaku i Tiranës, Zoti Erion Veliaj, duke e falenderuar për të gjitha çastet e gëzimit që u ka dhuruar artëdashësve shqiptar, e vlerëson me medaljen e mirënjohjes. Duke marrë përsipër këtë sfidë që dhënë Kurajo kaq shumë djemve, vajzave, njerëz që ndoshta po kalojnë vështirësitë e dramat e tyre, por duke parë Kurajon tënde sot janë bërë me krah. Të falenderojmë shumë dhe të japim këtë medalje si mirënjohje dhe respekt nga gjithë qyteti i Tiranës për gjithë kontributin të ndër vite e sidomos për Kurajon që na ka dhënë këto ditë duke u rikthyer në skenë, duke na rikthyer shpresën gjithëve. Ishte në dilemë, do të rinë në shtëpi të mbyllem dhe të bashkë bisedoj e trishtuar me sëmundjen, apo t'i them asaj def i këtutje, zgjodha këtë të dytën dhe bëra mirë. Dhe ja dola. Me këtë rol, le të kontriboj pak edhe në mesazhin me që është dhe muaj luftës kundër kancerit të gjirit, për t'ju dhënë të gjitha grave shqiptare dhe për t'ju thënë atyre që të bëhen të forta. Jeta është e bukur dhe jeta duhet mbajtur fort me vend. Të gjithë e njihnin për një grua shumë korrekte dhe serioze, por Hajria dinte ta gëzonte jetën. Ajo këndonte aq bukur. Ajo e donte shumë jetën. Nuk u dorëzua kurrë, por me fatin nuk hajemi dot. Në mëngjesin e datës 9 shtator 2017, Hajria mbylli sytë për t'u larguar fizikisht nga familja dhe nga spektatori i saj. Ajo donte një ceremoni të thjeshtë, një ceremoni familjare. Por kolegët e saj nuk mund të mungonin në përcjelljen e saj për në banesën e fundit. Ajo ishte e dashuruar me jetën, me dritën, ishte e dashuruar me diellin dhe miqt, kolegët dhe familjarët e saj e përcollën në rrezet e ngrohta të tij. Më lindi nëna rreth vatrës zjarë ndriçuar. Rreth i sherësir. Në terë e qara i me u dëgjua, në këmbë ngrit si një ditë të mugëtir. Por diellin në sy mala të shkruar, me dritën do të vdesë dashuruar. Ky gur i bardh mermeri na ndau vetëm fizikisht ne me të madhen Hajrie. Të gjithë artëdashësit do ta kujtojnë nëpërmjet roleve të saj.